Është zhvilluar sot në Vlorë forumi sot për të ardhmen e turizmit të qëndrueshëm, një aktivitet i organizuar në bashkëpunim me Universitetin Ismail Qemali në kuadër të një projekti të Bashkimit Evropian. Eventi mblodhi së bashku student, pedagog, përfaqësues të institucioneve vendore dhe organizata që operojnë në fushën e turizmit dhe mjedisit. Qëllimi i forumit rritja e ndërgjegjësimit mbi ekonominë qarkulluese dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në qytet, duke përfshirë të rinjt në diskutime dhe në idetë që ndihmojnë politikat e së ardhmes. Pjesë e takimit edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, si dhe përfaqësues të delegacionit të BE-s në Shqipëri, mes tyre Jenny Landmark. Aktiviteti ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi ekonominë qarkulluese, turizmin e qëndrueshëm në një qytet ku, siç e dimë, industria turistike po rritet me ritme shumë të shpejta. Synojmë të bashkojmë perspektivat e studentëve, akademisë, aktorëve lokal, institucioneve publike për të bashkëhartuar ide të zbatueshme për zhvillimin e turizmit në bashki. Forumi do të kontribuojë në identifikimin e gjithë sfidave mjedisore, kulturore, sociale, turizmit në qytet dhe më gjerë në bashki. Do të nxjisë bashkëpunimin mes komunitetit, institucioneve dhe të rinjve, që ata të ndihen dhe protagonistë të zhvillimit në qytet. Together with the government of Albania and also municipalities of Albania, I design and implement programs that help to develop innovation, sustainable tourism and support to businesses, all while hopefully empowering women and girls. Së bashku me Bashkinë e Shqipërisë, me Qeverinë shqiptare, unë ndihmoj në hartimin e projekteve dhe në zbatimin e tyre, që janë të vështira në fushën e inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe të bizneseve. Është një detyrë morale ndaj brezit të ri, sepse ne sot kemi nevojë për një turizëm që nuk cënon natyrën, që ruan identitetin tonë kombëtar dhe pa diskutim që nuk përjashton askënd. A është sfidë? Po, në të Shqipërinë tonë që duket e vogël, është një sfidë. Edhe unë do ta filloj me ngjarjen e pak ditëve më parë, ku ne, si qytetarë të Vlorës, në brigjet e Bregdetit tonë, kishim një sasi të madhe mbetjesh plastike, ku me angazhimin maksimal të bashkisë u përpoqëm të menaxhonim çdo situatë në një kohë reale, por pas la një pikpyetje shumë të madhe. Është ajo pikpyetja që ka të bëjë me edukimin mjedisor të qytetit tonë dhe shtron përpara nesh një pyetje Quo Vadis. Sepse ajo që i mungon këtij qyteti është pikërisht edukimi mjedisor. Ne kemi një qytet që na e ka bekuar Zoti dhe ku çdo turist e ka veten të mirëseardhur sepse ka detin, ka gastronominë, ka kulturën, ka historinë, ka mikpritjen e qytetit. Dhe akoma nuk kemi të integruar në një aspekt shumë të rëndësishme që i përket edukimit mjedisor. Këtu hyni ju. Hyni ju me idetë tuaja, me energjitë tuaja dhe pa diskutim është një iniciativë e lavdërueshme edhe nga universiteti dhe unë gjej rastin e dekanen ta falenderoj, edhe të kem përpara jush një detyrim moral që të gjitha startupet, idetë tuaja do të jenë një detyrë për Bashkinë e Vlorës. Bashkia e Vlorës është një nga bashkitë që ka miratuar planin vendor për ndryshimet klimaterike dhe për mbrojtjen e mjedisit, ka bërë një plan detajuar masash, por është akoma duke elaboruar punën e vet për krijimin dhe mbështetjet financiare të këtij plani detajuar. Ky forum sot na bashkon në një moment domethënës ku institucionet, komuniteti dhe akademia reflektojnë së bashku mbi të ardhmen e qytetit tonë. Vlora ndodhet sot në një fazë të re zhvillimi, ku turizmi, investimet dhe tregu i pasurive të paluajtshme po marrin një ritëm të jashtëzakonshëm. Rritja e vizitorëve dhe interesi ndërkombëtar ka sjellë ndryshime të mëdha ekonomike dhe sociale, duke kthyer qytetin në një mjedis ideal për studim dhe ide të reja. Kjo situatë sjell për universitetin ton jo vetëm përgjegjësi, por edhe shumë mundësi për të kontribuar me kërkim dhe analiza të vlefshme. Në Fakultetin e Ekonomisë, kërkimi shkencor është pjesë thelbësore e misionit tonë. Ne vëzhgojmë nga afër si po ndryshon qyteti, si lëviz tregu i pasurive të paluajtshme, çfarë kërkojnë dhe si sillen turistët, si qarkullon ekonomia, si ndikojnë këto zhvillime te komuniteti dhe mjedisi.
Përgjatë sesioneve të rinj prezantuan ide, problematika dhe propozime konkrete të cilat u dëgjuan nga përfaqësues të bashkisë, delegacionit të BE-s, akademik dhe aktor të sektorit të turizmit. Në mbyllje të këtij takimi u theksua rëndësia e përfshirjes së studentëve në politikat lokale të zhvillimit, duke i cilësuar ata si zërat e brezit që do të ndërtojnë Vlorën e vitit 2035.